duhet jemi të sigurt se cilës kauz po i shërbejmë. Veprimet e tilla pa kauz tregojnë një çoroditje të jashtëzakonshme. Qytetarët e Republikës Kosovës në mënyrë të përsëritur e kanë shprehur vullnetin e tyre, e kanë kryer detyrën e tyre dhe prandaj është e domosdoshme që të merremi vesh mes veti edhe të gjejmë një zgjidhje për një president konsensual edhe me presidentin konsensual të ecim përpara. Ne e kemi bërë të qartë që përpiqemi të bëjmë një marrëveshje, sepse e kaluara na ka treguar që kur po i bëjmë hapat paraprakisht, atëherë opozita po na thot që ju tash i keni kry, çka po doni me neve. Këtë herë kemi vendosur që ta dëgjojmë shqetësimin e opozitës edhe të merremi vesh për të gjitha që në fillim, me qëllim që të mos kemi ngecje, me qëllim që të mos kemi blokada të mëtejshme. Sinqerisht, askush në vendin ton nuk është dhe nuk do duhet ishte interesuar që të shkojmë në zgjedhje të reja, sepse përsëritja e vazhdueshme e zgjedhjeve sinqerisht po e humbet kuptimin e vet. Qytetarët e Republikës Kosovës në mënyrë të përsëritur e kanë shprehur vullnetin e tyre, e kanë kryer detyrën e tyre dhe prandaj është e domosdoshme që të merremi vesh mes veti edhe të gjejmë një zgjidhje për një president konsensual edhe me presidentin konsensual të ecim përpara. Jam shumë optimiste që zgjidhjen do ta gjejmë. E kuptojun që ka zhurmë, e kuptojun që ka edhe të tillë që nuk e duan zgjidhjen, po që nuk e dinë se çka duan. Mirë, po jam shumë e bindur që do të kemi një sukses edhe një zhvillim të mirë i cili do të na mundsoj të punojmë më tej dhe të çojmë edhe më tej reformat për të cilat jemi zotuar. Politika bëhet me mjete të ndryshme, është e rëndësishme që të mos e humbasim arsyen në asnjë prej aksioneve tona, por mbi të gjitha për zgjedhjen e mjeteve me të cilat bëjmë politik, duhet ta dimë se për çka po i zgjedhim ato mjete. Mendoj që në bazë të secilit veprim jashtë parlamentit duhet jemi të sigurt se cilës kauz po i shërbejmë. Veprimet e tilla pa kauz tregojnë një çoroditje të jashtëzakonshme. Prandaj unë mundova edhe atë ditë në brenda sallës kuvendit në një situatë jashtëzakonisht të zhurmshme, u mundova të kontriboj që t'ju them zgjidhja gjendet në tavolinë. E janë i ulemi, bisedojmë, mirë po nuk e pata përshtypjen që dikush ishte në kërkim të zgjidhjes. Donin të bënin zhurmë, është okej, opozita është opozit, unë nuk e gjykoj askënd, për fat mirë ishte edhe nxehtë, pra freskimi me ujë nuk është që ishte ndonjë dëm shumë i madh. Mirë po shumë e rëndësishme është që të gjithë kemi familje, të gjithë kemi rreth shoqëror, rreth familjar dhe jam e bindur që ashtu si neve rrethi ynë shoqëror na thot, aman gjeni një zgjidhje sepse nuk janë zgjedhjet e përsëritura, ashtu edhe opozitës ja përçojnë të njëjtin mesazh, prandaj ka ardhur koha që të gjithë bashkë tregojmë seriozitet, njëjtin mesazh, prandaj ka ardhur koha që të gjithë bashkë tregojmë seriozitet. Unë po shpresoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do të kontribon në zgjedhjen e një presidenti konsensual, i cili ka qenë edhe kërkesa jonë e përbashkët që në bisedime që i kemi bërë në fillim të këtij viti, mirë po nuk kemi pasur sukses. Tani e kemi shansin të tregojmë seriozitet dhe të kemi sukses. Nuk thashun që ishte i pritshëm për mua refuzimi, unë e kam marrë informacionin dje, ashtu siç e keni marrë të gjithë ju, e kam lexuar me kujdes, e kam lexuar madje dhe dëgjuar reagimin disa herë, sepse doja t'i kuptoja edhe fjalët mes rrjeshtave, edhe po dua të besoj sepse jam njeri optimist për nga natyra. Po dua të besoj që kemi një bazë të mirë, nuk kemi arsye të bllokojmë zhvillimin e shtetit tonë, përkundrazi kemi shumë arsye për të ecur përpara dhe demokracia këtë ka 4 vjet, dikush është në pushtet, dikush është në opozitë, gjatë kohës që je në opozitë punon shumë me qëllim që 4 vjeçarin e ardhshëm të kesh mundësi të vish në pushtet, mirë po puna duhet jetë serioze, puna duhet jetë e bazuar në tema, në propozime, në zgjidhje reale, me qëllim që qytetari i cili herën e kaluar s'ta ka dhënë votën, këtë herë të ketë besim dhe të ta jap. Edhe një herë jam optimiste, unë nuk e di se unë nuk mund ta parashikoj të ardhmen, mirë po jam optimiste që duke i dëgjuar qytetarët të cilët flasin vazhdimisht me ne, e kemi kuptuar të gjithë dhe aq më tepër partitë opozitare që na duhet një zgjidhje.